Si vend normal, nuk bën vaki që një brez i tërt ma men vetëm një njeri kryeministër. Kjo s'është as demokraci, kjo është modeli alla shqiptar. E kështu nuk shkohet në Europë, që thotë ai do jap pasaportë europiane. S'ka shanse të japi pasaportë europiane. Maksimumi që jep ai është le dalje nga 77-313. Po pasaportë europiane të harroj. Kushti i futjes Shqipërisë Bashkimin Evropian është që asnjë mos dalë nga 77-313, por të shkojnë dhe ata që kanë ngel pa u fut. Mesazhi që kemi këto zgjedhje për gjithë, në veçanti për rinin, ky është: votoj Edi Ramën që nxjerri shokët nga burgu. Voto Sali Berishën që nxjerri Ilir Metën nga burgu. Voto 4 koalicionin Euroatlantik që ta çojmë deri në fund luftën kundër korrupsionit e të inimojmë shqiptarët. Se lekët do jenë o në xhepat e shokëve të Ramës, o në xhepat e shqiptarëve. S'mund të jenë njëkohësisht edhe tek ata dhe te shqiptarët. Pse s'kan lekë sot shqiptarët? Sepse i kanë marrë shokët e Ramës. Ne jemi një lëvizje politike që synon të japi mbështetje strukturës posaçme antikorrupsion për ta çuar deri në fund luftën kundër korrupsionit. Vetëm ne e bëjmë këtë. Të tjerët kanë mend me luftu ata që nxjerrin shokët nga burgu, se kanë halle. Kaq e thjesht. Rama thoshte do zgjidh problemin e pronave. Berisha thoshte do paguajmë punëtorët sezonal turizmit. Të dyja copy paste nga programi joni 1 qershorit. Kush ka qenë ke programi 1 qershorit? E di fare mirë, Alfredo. Copy paste. Copy paste. Po s'ka rëndësi. Se asnjë nga këto nuk bëhet dot nëse s'luftohet korrupsioni. Këto janë gjitha gënjeshtëm. Nëse s'luftohet korrupsioni, as problemi pronave nuk do zgjidhet, se problemi pronave korrupsioni i këtyre e solli këtë pikë, as lek nuk do të ketë, as për sektorin e turizmit, as për pensionet, as për studentët, as për sipërmarrjen. Sepse i marrin këta. Çdo që thon këta është gënjeshtër. Pse? Këta nuk duan ta luftojnë korrupsionin. Këta janë korrupsioni. Këta e duan votën që nxjerrin shokët e tyre nga burgu. Pik. Ky është programi i tyre. Na jep votën, nxjerrim shokët nga burgu. Programi jon është e kundërta. Na jep votën, ta mbushim plot 77-313, se vetëm kështu kthehen parët te xhepat